Vete, ke gjetur veten, je alfa, beta, mund t'jesh gëshetim, si e përcakton veten? Nuk e përcaktoj do të veten me këtë terminologji, sepse më duket që dhe kjo është pak abuzive. Unë jam një karakter që kam brënda edhe sanguinitetin, kam brënda edhe melankolin, sepse jam tip empatik, që në momentet caktuara, kur më pëlqen një gjë dhe e dua, ndoshta bëhem më shumë se sa një alfa, pra kam karizmën dhe luftoj deri në fund, por ka dhe momente që më kap dëshpërimi si çdo qenie njerëzore dhe mundohem që të tërhiqem dhe ai është momenti më i bukur, se kur ti tërhiqesh, ti reflekton se nganjëherë në vlerësimet tona ne vlerësojmë me sytë e zëmrës, jo me sytë e logjikës. Dhe kur vjen ke zëmra, ne gjithmonë gabojmë. Kjo është kur ti tërhiqesh, momenti i reflektimit të bën të kuptosh që Enkleni nuk pas ka qenë ai që ka menduar. I kam dhënë hapësirën, mirë ka bërë që ja ka marrë. Nëse unë herën e dytë gaboj, nuk është faji e Klendit, është faji im.